Jemi rikthyer dhe tashmë e kam Fionën këtu në studio bashkë me surprizën e saj dhe tash do e shihni se cila është surpriza. Fiona, përshëndetje, faleminderit shumë që erdhe dhe faleminderit shumë që solle dhe këtë gjotë të bukur. Unë kam shumë frikë, kam shumë fobi, megjithatë shumë e bukur. E kemi miqësor, është miqësor. Duket. Ja, sti mirë, nuk të bëjnë gjë. E shoh në fakt, mbriva që ta prek pak se unë deri tani nuk kisha parë gjarpër kaq afër të gjallë të paktën. Po ja, është i vërtet. Domethënë mundesh ka që ti heqim këto fobit apo? Po patjetër, unë kisha fobi vetë gjarprin edhe ja, tani e kam shok. Tani mos fare, i ke kaluar ato fobit, as nuk... I kam kaluar. Në fakt doja se s'bën që të bëja performanca me gjarprin, duke qenë që unë doja ta lidhja me historinë e jetës time, pra për gjitha ato bryla që kam pasur rreth e rrotull, dhe gjarpri e simbolizonte më së miri atë pjesën e brylave. Dhe tani do të këtë janë bërë shumë miqësor, më të mirë janë këto se ato gjarprin që kam shu jetën e përditshme rreth e rrotull që s'më lën rahat. Po, ato që nuk duken si gjarprin, apo? Ja, ato janë njerëz, por në të vërtet janë gjarprin që mundohen të bëjnë keq. Shumë e vërtet. Shiko, një shaka në fakt para se të hyjmë edhe në studio një koleg që e bëri dhe më pyeti sa mysafiri ke në studio dhe unë i thojmë 2, thash 1 njeri edhe 1 gjarpër. Tha në botën e meshkujve 3 gjarprin do jeni në studio. Pse dhe me femra, që 3 gjarprin do jeni. Ja, po ne nuk jemi ashtu, ja. Ne themi të kundërtën për shembull. Po ta marrësh nga aspekti tjetër, ne themi të kundërtën. Na duken gjarprin meshkuj. Ashtu e vërtet, kështu që edhe ajo vlen. Faleminderit edhe një herë që erdhe, që ke marrë rrugën nga Tirana, shumë kënaqësi të kem. Emrin si Jo, nuk ka emër, nuk i vendosim emra gjarprinve. Gjarpër është gjarpër, ngelet gjarpër, do jetë gjithmonë gjarpër, kështu që nuk i vëm emra. Po, se une nuk e di si funksionon, nuk di asgjë rreth gjarprive, duke qenë se kam pas fobi gjithmonë. Ti vendos emër. A e mban edhe në shtëpi? Jo. Këto gjarprin ti ka një miku im që ka të gjithë të reptilët benja, pra zvaranikëve në Shqipëri, edhe ai ka shumë si këto. Po ja, jam marrë una. Jam marrë una për performanca. I përdor unë më shumë se aje. Si ndjesh kur performon edhe me gjarprin? Ndjesh edhe më rahat, edhe më adrenalin base, apo? Në fakt, shiko, ky është i vogël. Gjarpi që kam për performancë është goxha i madh dhe normalisht ka komplet tjetër pesh, më shumë rëndon gjarpri se unë jam edhe dobo. Jam edhe vogël. Duhet të mbash edhe peshën e gjarprit. Po, duhet të mbaj edhe peshën e gjarprit, ka vështirësinë e vet, patjetër, por që ja dali me sakrifica tash për të bërë diçka ndryshe, nuk është se e përdor shpesh performancën e gjarprit. Kështu që atë një herë në vit që e përdor, ja dal. Shumë bukur, Bile, dhe kemi parë ato performancat e në ndërkohë do të shohim edhe performancat të tjera të cilat do t'i diskutojmë. Megjithatë, si reagojnë, dua të të pyes, si reagojnë njerëzit kur del edhe me gjarprin në performanca? Në performanca, në fakt kam pritur që të reagojnë keq. Keq reagojnë vetëm komentuesit e rrjeteve sociale, që i kanë fobi dhe i kuptoj. I kuptoj, sepse një njeri që ka fobi gjarprin nuk mund të thotë, o sa bukur ke dalti me gjarpër. Por kur jam në sken, do më thënë, janë të gjithë telefonat të quar, duar përkitje që nuk... Po, pa tjetër që i duhet interesante, se është diçka që nuk është për para, akrobacia është diçka e kombinon me gjarpër, kupton pra futet tek ato pjesët e gjërave ekstreme. Kështu që... Shumë e vërtet, sepse ti bën përveç performancës që e bën të veçantë, edhe unike, po të varëm nga flokët, mbaj dhe gjarprin. Po, edhe pikërisht edhe për ato do flasim, po unë dua për të gjithë sepse ti ke qenë më herët, ke qenë virtualisht në fakt edhe në studio tona, le të themi, po që tash jam live. Po, je live dhe kam shumë kënaqësi që të kam këtu. Kemi diskutuar pak normale ato fillimet e tua, megjithatë për të gjithë ato që mbase nuk të njohin këtu në Maqedoni më shumë, më trego pak sa vite ka që merresh tashmë me akrobaci, sa u bën? Atëherë unë e kam nisur në moshën 3 vjeçare. Edhe e kisha ëndër akrobacin, derisa e kuptoja që në Shqipëri nuk e gjeja dot vete, nuk kërkoja gjërat e tjera, gjëra më të mëdhaja, më të vështira, kërkoja gjëra ekstreme. Edhe e dija që në fillim do ta kisha të vështirë për faktin që performancat e mia dhe mund të paragjykoshin deri diku, pra do dilte ai titulli Fiona e çmendura, siç dhe doli, vajza që hypën nëpër vinça apo vajza që hypën nëpër ura, por nuk për mua nuk ishte se do bëja ndonjë çudi, sepse i bëjnë dhe jashtë shtetit dhe madje kanë edhe të gjithë suportin e dur, gjë që unë
Nuk e kam, se unë vazhdoj t'i bëj të gjitha me shpenzimet e mia, por që me trajnime të shumta jashtë shtetit, pra nëse të rinj të tjerë dalin nëpër kafe, unë i mblidhja ato lekët që të bëja bazën materiale, që të bëja trajnimet jashtë vendit, sepse normalisht janë të shtrenjta. Edhe ja, kështu me sakrifica, por njerëzit ndonjëherë nuk i kuptojnë këtë pjesën e sakrificave, tani shohin vetëm ato performancat, e më thonë mua, se i bën shumë bukur, tani ti këto i ke buke djathtë. Por që jo, nuk e kuptojnë fare se çfarë sakrifice dhe se çfarë dashurie të madhe kam unë për këtë pasionin tim, për këtë gjë që bëj që nuk ma do mundja që ta lëm ndonjëherë se shpirtin kam atë. E shumë e vërtet në fakt edhe unë në fillim kur e nisa edhe programin e thash që më duket se të përkufizojnë fjalët guxim, forcë edhe adrenalin. Mendoj që gjithë jeta jote është adrenalin, apo? Po, nuk, unë bëhem shumë keq, bëhem realisht shumë keq, mua kur më kapa e pjesa e adrenalinës pra për të bërë një performancë të re, një gjë të re, filloj dhe bëhem shumë keq kur nuk e realizoj dot, dhe rasti i fundit ishte 28 nëntori. Po, që ne do ta shohim, sepse 28 nëntoret, në fakt ti i ke kështu, i ke qef edhe janë një video në fakt që është... Janë 5 vite rresh që unë bëj plane, do më thënë e organizoj të gjithë gjën time vetë, e ideoj të gjithë gjën time vetë për të bërë performancë për 28 nëntorin për të treguar kulturën, traditat, historinë e shqiptarëve. Por këtë vit nuk më shkoj dhe aq shumë siç duhej. Kisha planifikuar tjetër gjë dhe përfundova duke bërë diçka tjetër. Pse, çfarë ndodhi? Edhe ajo që e kishe bërë në fakt ishte shumë e bukur, do ta shfaqemi sepse është në videot. Kjo është prej më herët, nëse s'gaboj, kjo është prej viteve më herët apo? Jo, thjesht kam përdorur të njëjtën strukturë, jo. Kjo doli në moment të fundit, unë për 28 nëntorin isha mbyllur në shtëpi të këtij viti, nuk doja të dilja, duke qenë që, nuk është turp ta them, më dështoi ajo gjëja që unë doja të bëja, që ishte shumë e madhe. Edhe nuk po dilja nga shtëpia, në moment fundit më thanë që duhet të vish të bësh këtë performancën. Kam qenë me lot në sy, me thënë të drejtën nuk doja ta bëja fare, nuk doja që të dilja fare atë ditë në sken. Pastaj thash që shiko se mua po më pret publiku, pavarësisht problemeve që kam unë apo gjendjes psikologjike që unë nuk jam mirë, nuk më ka fajin publiku. Unë sot duhet të dal në sken, kur kam dalë në sken i kam pas syt me lot. Edhe kur kam gjuar pastaj publikun që ka filluar duke kënu gjatë kohës që unë kam qenë duke bërë performancën, aty kam marrë komplet në Terezit e kam thënë, ok, ka qenë e shkruajtur që unë të bëj këtë dhe pastaj atë gjën tjetër të madhe. Që ja ka vletur, sigurisht, edhe ajo pjesa që ja ka vletur, sepse publiku me të vërtetë të ka prit shumë mirë, i pam ato videot, i kam parë edhe ato videot që kanë kënduar bashkë me ty. Kështu që besoj ato loto që i ke pas në fillim, pastaj kanë qenë lot gëzimi, me siguri. Unë kur kam vajtur në backstage mbas performancës, unë vetëm po dridhesha dhe po thoja, nuk kam mundësi, domethënë, nuk e prisja fare që për 28 nëntorin do ndodhte ajo gjë që ndodhi, që kisha gjithë publikun, gjithë telefonat të çuar, struktura shqiponjës ka lezetin e vet. Edhe më rikthyem në jetë, sepse realisht isha shumë e mërzitur. Po, megjithatë, besoj që vitin tjetër do ta kesh, do ta bësh apo do ta realizosh atë që kishe në plan. Më vjen keq që nuk do ta bëj për 28 nëntor, por ajo do bëhet tani dhe shpejt. Thjesht nuk do jetë në një ditë simbolike, por ajo është gjë e vështirë. Dhe unë normalisht nuk pres që ta bëj direkt me herën e parë, pavarësisht se jam mësuar që t'i bëj me herë të parë. Se ke bërë shumë. Ishte dështimi im i parë në gjithë karrierën time. Ishte dështimi im i parë, por bëhet fjalë, nuk është vetëm Fiona, është një ekip, janë masat e sigurisë që duhen, vështirësia performancës është qa do të temë ndani, është mbi 500 metra lartësi, nuk të mos të dalë në detajet e tjera, kështu që do kohën e vetë, që unë të arri pastaj dhe ato synimet e mia që i kam për të quar tamam në vend këto performancat e mia në lartësi, se këto duhet të hyjnë në shkallë akoma dhe më ndërkombëtare. Sigurisht, veç më kam filluar, mendoj unë që veç më kam filluar, sepse po e shohim që emri unë e përmenda edhe në fillim që mendoj që tashmë je personazhi më i komentuar mbase edhe në rrjetet sociale edhe në Shqipëri, në Kosovë. Po, edhe më bën realisht çudi, publiku mua më do tek çudi. Jo dhe një çudi e madhe, po më do tek performancat në lartësi. Pra unë e kam testuar veten me gjarprinj, me performanca me flak,
por më do tek performancat në lartësi. Pra unë sa herë që bëj një performancë në lartësi, shoh veten time në rrjetet sociale dhe them çau ka bërë aki, se ka raste që i bëj dhe me të vërtet për qef, ose kur jam duke bërë prova dhe stërvitje dhe shoh veten që vërtet bëj virale. Dikush po e ka Por që më vjen mirë sepse unë dua shumë që të zhvillohet kjo gjëja dhe jo vetëm për Fionën, por siç është edhe në vendet jashtë që ke 10-20 artistë që performojnë në Vinç, në 50 metra dhe bëjnë koreografi të mëdha, pse jo këtë gjë të kemi mundësi ta bëjmë edhe në Shqipëri dhe mos jetë një Fiona, po të jenë shumë si Fiona. Fiona le të jetë ajo e sakrificës. Ajo që e nisi, se do ngeli kjo s'ka. Po, diskutohet. Që kjo gjëja më luturon shumë që emrin do mbahet mend gjatë, por njësoj po punoj dhe për ta avancuar dhe më shumë po punoj për ta avancuar si gjë se sa për veten time. Për ato mistrecet e vogla që unë stërvis, bëj më shumë se qa bëj për veten time dhe kam lënë dhe veten bazdore shumë për vajzat që unë stërvis. Po, në fakt edhe këtë desha të të pyes, se të kam parë dhe më thënë që stërvit edhe vajzat të tjera, ato mistrecet që ti i quan, sepse më duket kur i shoh në video, më duket sikur kanë marrë pak nga karakteri yt kështu e çmendur në kuptimin e mirë të fjalës gjithmonë. Hien time, nuk e di domethënë janë bërë, kur them më të çmendur se unë, realisht janë bërë më të çmendura se unë, e duan me shpirt edhe ato po sakrifikojnë, sepse nuk është se ne kemi një ambient të mirëfillt me lartësi të duhura, jo. Ne kemi një palestër shumë të vogël, edhe e mbajmë vetë atë palestrën që më shumë rrim tek palestra se sa nëpër shtëpiat tona. Pastaj për pjesën e bazës materiale, çdo gjë që vajzave i duhet investoj investoj unë, jo vajzat. Po, mendoj ti, po. Unë ja bëj çdo gjë të mundur, vetëm që ato të kenë mundësi të ndjekin ëndrat e tyre dhe mos të përfundojnë kështu si puna ime. Shpresojmë shumë që mos përfundojnë, edhe kështu nëse përfundojnë, besoj që do jetë shumë mirë nëse përfundojnë edhe si ty, por jo në pjesën financiare të paktën. Nga një anë edhe duhet, më mirë është të sakrifikosh se sa ti gjesh gjërat gati. Edhe unë, kur me këto sakrificat e vogla të mëdha që i kam bërë, më kanë ecur gjërat më mirë, ndoshta po ti kisha gati dhe po ti prisja nga të tjerët, nuk do isha këtu ku nuk do isha këtu ku jam sot. Kështu që më mirë të sakrifikosh për gjërat që do sakrifikosh se s'bën dhe mendoj që asnjë sportist nuk e ka të lehtë, kështu që kjo pjesa më ngushëllon pak dhe them Fiona nuk je vetmja që vuan për sportin që ti do, ka vetë të tjerë. E ngushëllon vetëm dhe vazhdon. Po familja jote si e sheh gjithë këtë pjesë? Sigurisht që të mbështesin, besoj, megjithatë në fillimet tuaja kur ke filluar edhe me këto lartësit që janë fare të mbështesin. Ende nuk janë mësuar? Jo. E vetmja performancë që mami më mbështeti dhe që mua më shkoi keq, ishte kjo e 28 nëntorit, që unë nuk e bëra dot. Edhe unë i thoja mami nuk po më favorizon koha, nuk do ta bëj, isha shumë e mërzitur tash një 2 javë, unë mbylla komplet në shtëpi. Dhe më thoshte do ta bësh mami, ti ja del, edhe po nuk e bëre këtë herë, ta bësh herës tjetër, më mbante gjithmonë me fjalë të mira, por si përfundim më nuk e bëra. Pra, e vetja performancë që unë i kam treguar familjes është kjo që nuk e bëra. Edhe pse ka qenë ekstreme, diçka ekstreme. Ja kam treguar sepse doja realisht të ndjej që i kam afër dhe i kam mbështetje. Kurse të tjerat mamit nuk ja kam thënë sepse ja pra, kur i merr vesh sikur më ndjell teres hera dytë, se edhe një herë kur doja të bëja diçka, i thashë mami do iki do bëj një performancë në krap. Unë nuk e bëra atë performancën në krap, dhe tani është hera dytë. Si duket nuk duhet të tregosh më. Që po, mam, po zemra nënës është ajo sado që më jep zemër mua atë frikën e ka, merakun e ka, lartësi. Mami më ka dhe fobi lartësit vetë, kështu që... Mund ta paramendoj edhe momentet kur i sheh, me siguri ti i bën këto performancat edhe në fund... Një herë më ka parë mami vetëm, s'më ka parë. Këto videot pastaj kur ti sheh videot? Videot i shef, por live, mami më ka parë, domethënë në gjithë këto vite karrierë, mami më ka parë vetëm një herë live. Te cila ka qenë lartësia, po me siguri në një prej. Po, kjo performanca këtu, kemi qenë në një aktivitet në Himar, ku ka qenë prezent edhe kryeministri, edhe ka qenë këtu prezent që më bënte video dhe gjatë gjithë kohës më fliste me të zemër, do të thënë nga poshtë dhe unë që e përshëndesja se ishte hera e parë. Po. Kurse babi ja ka marrë dorën, nuk i bën më përshtypje, thot ajde mos e çaj kohën se i bënte. I bën. Po mirë, për krahjen të paktën nga ana e babit në këtë aspekt paktën e ke. Sigurisht mami duhet ta ketë atë frikën se sa herë që të sheh, a do. E kuptoj dhe prandaj më shumë merren vesh me babin dhe shqyr që
E kam babin, sepse më jep një mbështetje, një forcë që mendoja që po mos të kisha realisht mbështetjen e babit, nuk do isha këtu ku jam sot. Fakti që ai më ka ndjekur dhe nuk flas nga ana monetare, sepse unë nuk vi nga një familje e pasur, unë kam filluar punë që të mosh vogël për atë punë, por vetëm fakti që ai ka ndjekur çdo haptimin. Dhe kur unë thoja unë dua të bëj këtë, dua të arrij këtë dhe ka qenë suportues me fjalë, me mbështetje, me dashuri, ishte e vetmja gjë që kisha nevojë. Ajo të jep frymëzime dhe motivime dhe për të vazhduar kur e sheh që patjetër, pavarësisht se ai e shifte që nga krau tjetër unë sakrifikoja shumë gjëra për të arritur këto gjëra që po bëj tani. Unë akoma iki në Itali për trajnime. Asnjëherë nuk mjaftoha me të mirën, gjithmonë ka vënd për më mirë dhe më thotë mërë babë, thotë, po çfarë do bësh, do vazhdosh akoma. I kemë këto, a? Sila, jo, stani po mësoj dhe një gjë të re, kështu që. Së shpejti e shohim, nuk ndalesh, do me thënë e shoh që nuk ndalesh shkur, vetëm këtë periudhë ke pasur disa performanca për të cilat unë dua të ndalem, por do ndalem edhe shumë shkurt edhe te 28 nëntori, sepse tashmë i ke bërë tradit këto edhe presim çdo 28 nëntor, ne presim që ti të jesh në atë shqiponjën aty, gjithë shqiptarët e presin këtë, edhe bile kam parë komente. 28 nëntor të isha diku, po nuk isha. Me gjitha të, mu mendoj që ka qenë shumë e bukur edhe ajo. Çdo gjë ndodh për një arsye, kështu që e harrojmë atë muhabet të çaj. Jo, ti do e bësh gjithsesi se me aq sa e shoh edhe si ke arrit deri këtu, ti kur e vendon në kokën tënde diçka, unë jam shumë e sigurt që ti do ta mbarosh atë punë. Kokën, edhe ide nuk më është dot nga koka, ajo që do bëhet. Thjesht isha përgatitur shpirtërisht, emocionalisht për 28 nëntorin dhe doja që të bëja diçka madhështore për shqiptarët. Kupton? Po ndodhi. Po ti se ndorën time do kisha bërë. Megjithatë po. Ajo nuk diskutohet atë se kemi as në diskutim. Me kushtet atmosferike nuk merret dot njëri fare. Po. Unë kam parë në fakt edhe shumë komente që edhe në Kosovë tashmë të kështu je bërë edhe atje njëri që komentohet shumë, tepër komentohet, domethënë të duan shumë, duan performancat e tuaja, edhe në fakt kam parë shumë komente që kanë thënë duhet edhe për pavarësinë e Kosovës të bësh diçka. Ke pas diçka nëse s'gaboj? Kam bërë në Kosovë, kam bërë 2 performanca. Për pavarësi, madje për pavarësinë e Shqipërisë, një pavarësi e branë Kosovë dhe jo në Shqipëri. Performancën me Shqiponjë, duke qenë që unë doja ta bëja për 28 nëntorin në Shesh, pra pranë njerëzve, dhe nuk u mundsua kjo gjë nga shtetim dhe gjeta gjithë mbështetjen në 28 nëntor që ta bëja në Kosovë, në Sheshin në Prishtinë dhe kam qenë me tifozat kuqezim. Dhe di që aty kemi vënë flakën në Sheshit komplet. Normalisht, herën kur e kam bërë një performancë për pavarësinë e Kosovës, ishte -8 gradë, mora Covidin, u smura, u coftova. Gjithë të këqijat. Po, ishte edhe fillimi i shpërthimit të emrit tim në Kosovë. Edhe di vetëm që ajo performancë nuk thehet me vështirësi që kam pasur atje, domethënë. Nuk më ka dalë asnjë performancë me vështirë sa ajo dhe se kjo që nuk bëra dot për të nëntorin. Domethënë edhe ajo në Kosovë ka qenë ajo një nga mund të renditet nga më të vështirat. Sepse ato të vinçit, pra vinçeri që më ngrinte muaj, nuk e dinte se çfarë do bëja. Unë e dinte që një vajzë do hypte në vinç, po se çfarë do bënte ajo vajzë? Do shohet ajo vajzë dhe do bëj performancë. Bora, mua më ngrinin duart, o zotë mbaj mend tani më ngrinin duart, nuk mbahesha dot fare. Edhe i thoja që më ullë, se nuk po mbahem dot, dhe e merte si me shaka më bënte gjira më me vinç, nërkohë që ishte borë, shumë ftohtë. Nuk ta them me fjalë, nuk mund ta kuptoni asnjëherë se çfarë kemi kaluar. Nëse un kam pasur dhe ekipin që i marr qaf mbas vetes. Kush më xhiron, mikeshat mia, gjitha me radhë, që i kam gjithmonë në çdo performancë tive me vete. U smur Fiona, u smurën dhe gjithë ato mas meja. Vinë pastaj po, edhe ato sepse edhe ato duhet të ndjekin ty në gjithë hapat në fakt që i bën. Cila ka qenë performanca që vetëm u zgjove një ditë edhe the çfarë është duke ndodhur emri im po përmendet gjithandej? A ka qenë ajo te ura e Vashës mbase apo? Është kjo e Kosovës, kurse e urës së Vashës, fakt ajo mori goxha vëmendje, por mua sikur më lodhi pak si performancë, sepse unë kisha 3 vite që doja ta bëja atë. Edhe e bra mbas 3 viteve që kisha pritur aq shumë për ta bërë, edhe unë vetë nuk është se ndjeva dhe aq shumë sa duhet ta ndjeja, pavarësisht se bra për 28 nëntorin, më kupton? Dhe që kisha 3 vite që isha lodhur për të gjetur lejen për të bërë çdo gjë të mundur që unë ta bëj tek ura e Vashës, sepse kishin frikë
mos bia unë dhe nuk ju vë faj se ura është 154 metra, kështu që ato se s'bën do ta mendonin këtë, por u lodha duke pritur 3 vite për të shkuar te kura e Bashës, se kur njerëzit po komentonin, po flisnin, po bënin share në rrjetet sociale, unë thjesht ditë domethënë që isha, mirë, okay, në rregull. Unë e bëra kjo garanci e hoqa atë fiksimin tim. Ti domethënë edhe 3 vite edhe 5 vjet nëse të lën, edhe 10 vjet mbase nëse të lën që të presësh për të bërë diçka, ti do e bësh me sa duket, apo? Me që ke pritur 3 vjet për ta realizuar. Do ta bëj unë thjesht nuk pres më 3 vite. Se unë që do ta bëj, po 3 vite nuk pres më asnjë. Tani edhe 1 muaj të pres është shumë për të çuar synimet e mia deri në fund. Duke qenë që tani realisht po punoj për gjëra shumë të vështira, nuk më pret koha fare që të pres më asnjë. Ose do bëhet, ose do bëhet. Ose do jesh me mua, ose do jesh me mua, se si nga jam ban. Por dhe nëse nuk do të jesh me mua, vazhdo, shko ku të duash dhe më lër mua që të bëj gjën time dhe të marr masat e duhura për gjën time. Mbështetja, sepse e përmende, domethënë të gjithkohës që mbështetja nuk ka në aspektin financiar, por të paktën edhe për këto performancat, a nuk të thonë për shembull diçka që edhe nga shteti bëje këtë performancë të mbështesim ose ku diun ndonjë projekt të financohet, të bëhet më e lehtë? Jo, mua më ftojnë për aktivitete private. Por nuk dalë që të performoj për politikë. Pra, unë dalë si Fiona, si artiste për publikun. Pra, në qoftë do bëhet një koncert ose një aktivitet e tillë, unë te ky lloj aktivitete të dalë. Nuk dalë për pjesë politike, duke qenë që jam artiste dhe kam zgjedhur të rri vetë larg nga kjo gjëja. Dhe kur vin puna ashtu, s'ka puna ashtu, s'ka pra. S'ka, jo, i shohin me shumë frikë. Ka qenë një rast kur kanë ardhur disa italianë që nuk bënin as gjysmën e gjës që bëja unë, as 1% e gjës që bëja unë. Unë kisha stafin, materialet edhe të gjithë gjërat, i gjeta Vincin, pra u morëm unë dhe i gjithë stafin për të bërë të mundur performancën e këtyre italianëve. Dhe kur vjen puna, pati reagime domethënë nga pushtetar për këto italianë dhe harruan që Fiona ekzistonte. Kupton, ndërkohë që për të gjithë gjën e tyre kishim 6 muaj që punonim ne që t'ja organizonim, por thjesht fakti që ishin italian, bënin apo nuk bënin gjë, ato nuk e vunin nga ana profesionale, por thjesht ishin të huaj dhe ne kemi shumë qejf që t'i ngrem këto të huajt në vendin ton, më shumë se ato që kemi. Dhe unë di vetëm që kur kam dalë të performoj, se mua më lanë të bëj vetëm një performancë nga 3 performanca që kisha, tek sheshi Skënderbej, di vetëm që i gjithë publiku e ka thrit emrin tim sa jam ngritur una në Vinç, edhe aty besoj që është kuptuar diferenca, mesazhi dhe çdo gjë tjetër. Domethënë nuk është që them unë dua që njerëzit të thonë vetëm emrin tim, jo, se unë po punoj që të kemi njerëz të tjerë mbas Fionës, por një herë dhe i solla unë të huajt në Shqipëri, po merresha për çdo gjë, për t'i bërë të mundur performancën e tyre dhe Fiona u la në hije dhe u duk sikur kjo aktiviteti u bën nga ato dhe jo nga Fiona që rrinte zoti ma vriste mendje ku të gjatë Vincin, çfarë do vendosim këtu, çfarë do bëjmë këtu, çfarë do bëjmë aty. Janë gjithmonë ato që në fund e presin shiritin, fatkeqësisht për gjitha gjërat dhe i marrin meritat, por fatkeqësia më e madhe në këtë në fakt ka qenë që mbështetja që nuk të është dhënë ty, është dhënë atyre sepse ne gjithmonë dim t'i vlerësojmë të tjerët, më shumë se dim në fakt në vend që të vlerësohesh ti, që nesër ti me emrin e Shqipërisë të shkosh në vende të tjera dhe të përfaqësosh Shqipërinë. Por të thash, jam e sigurt që këtë gjë nuk është se e kaloj vetëm unë. Shumë sportistë shqiptarë kalojnë qoftë në futboll, në boks, që më shumë e gjejnë veten jashtë shtetit ndonjëherë dhe i vlerësojnë jashtë shtetit sesa në vendin e tyre në Shqipëri. Pra ne na hedhin poshtë, kur shkojmë që gjejmë veten në vendet jashtë, jo po pse ikë ti, pse po çfarë të bëj unë? Se dhe mua më kanë ardhur shumë oferta për t'ikur jashtë shtetit, pavarësisht se unë nuk dua, tash arsyeja vetme që unë rri në Shqipëri janë ato mistrecet e vogla, duke qenë që unë i kam futur në mendje diçka dhe e di shumë që po mos jem unë nuk doja dalin dot me gjitha vështirësitë që ka në Shqipëri, por dhe unë do kisha ikur. Unë i kam të prindrit të gjithë i kam jashtë shtetit, edhe lodhem, domethënë financiarisht çdo gjë e bëj vetë tani, po bëj nga 4 punë që ti përballoj, po sigurisht mund të vinë një moment që vlerësohesh diku shumë më shumë dhe do thuash që në fund të fundit do punoj. Më kanë realisht për në Itali dhe thjesht nuk dua të largohem nga Shqipëria, nuk ma bën zemra që të iki. Tash unë bëj edhe një nga punat më të bukura, unë jam pedagoge
në universitet, jap mësime dhe dua aq shumë atë pjesën e mësimdhënies. Jam zysh për këto akrobacira që unë i kam pikë të dobët. Vazhdoj jam aktive në sken vet edhe bëshja shtetit. Nuk dua fare. Po, nuk dua të nuk do. Plus që nuk më pëlqen fare jeta jashtë shtetit, me thënë të drejtën, dhe nuk më pëlqen aq shumë ai europianizimi i tyre. Mua më pëlqen këto traditat që ne i kemi. Kështu si jemi ne. Kështu si jemi ne, më mirë një çik me tradita, sesa kështu fare siç janë ata andej. Shumë e vërtet, mundemi të evropianizohemi le të themi, por në mënyrat tona, në mënyrën tonë, duke i ruajtur edhe traditat sigurisht. Shikoni se sa dashuri duket për vendin, vetëm kur flet për punën, sepse edhe kur flet edhe për punën që e bën, tregon edhe dashuri edhe për vendin, sepse çdo njeri kontribon në mënyrën e vet edhe në vendin ku je. Ti këtë punë mundesh ta bësh edhe dikund jashtë, por ke vendosur që ta bësh këtu. Dhe ne shpresojmë që të bijmë në mend dhe të vlerësojmë për atë që je duke e bër. Mendoj që publiku të paktën njerëzit veç më të vlerësojnë të paktën nga ajo që shohin. Njerëzit janë, publiku është ai që më mban, e kupton? Nuk Qëse unë nuk do të gjej ato duart të kitet e njerëzve, unë nuk do synoja që të arrija maja më të larta dhe të mendoja që çfarë mund të bëj unë si Fion, që me artin e akrobacisë dhe me sfidat në lartësi që unë bëj, të shkoj në nivel ndërkombëtar. Nuk do kisha shkuar deri në këtë pikë, qëse nuk do kisha mbështetjen e publikut. Kështu që mua kjo më mjafton. Për të tjerat, ne shqiptarët jena mësuar me ja dal vet, nuk ja kena shtrit dorë ndonjëherë njeriu, kështu që për këtë pjesë jam shumë e lumtur. Do vazhdoj t'i bëj të gjitha gjërat vet, edhe në qoftë se do më dalin të gjithë kundër, unë prapë do vazhdoj t'i bëj gjërat e mia, se nuk ka burr none që më dal. Nuk do ndalohesh kurrë, kështu që më mirë le të ta japin atë mbështetjen, se ti gjithsesi nuk do ndalohesh, kështu që unë po them më mirë le të ta japin atë mbështetjen, edhe ato do përfitojnë diçka prej mbështetjes që do japin, kështu që më mirë ashtu do jetë. Unë gjatë reklamës, në fakt gjatë marketingut, e mora pak në duar. Është hera ime e parë që unë jam afër një gjarpëri, edhe sidomos që ta prek, s'diskutohet që është hera e parë dhe mendoj që fillova pak t'i kaloj ato fobit. Megjithatë më pa se si isha në momentet që e mora. Ama është e mirë që tenton të heqësh fobitë tua. Po, sigurisht, do doja shumë. Si lartësi, si gjarprinj, kam pasur frikën më të madhe, po ja, ku jemi sot, vi flas këtu dhe këty dhe për gjarprin dhe për lartësi. Dhe me gjarprin, megjithatë plusme dhe me gjarprin në dorë. Sigurisht është mirë, edhe ky është edhe një mesazh tjetër që në fakt e jep. Unë lajmërova në fillim kur thash sfidat i kalon ajo vetë dhe fobitë e veta i kalon, edhe më duket se edhe don që edhe njerëzve tjerë t'ua kaloj fobit, prandaj edhe do të vi me mysafirin që do të vi sot në studio. Çdo njeriu aty fillon jeta. Kur fillon teston veten me frikrat më të mëdha që ka. Kështu që pse jo? Të gjithë kenë mundësi që ti testojnë ato fobitë e veta dhe të bëhen më të guximshëm, më të fortë për veten, sepse çdo gjë që arrim për veten tonë arrim, nuk e arrim për asnjë tjetër. Por çdo gjë që bëjmë, çdo frikë që heqim, e kemi për veten tonë, nuk lind me frikë. Unë pash një test që kishin bërë disa Amerikanë, kishin lënë fëmijë të vegjël me gjarprinj të mëdhenj. Dhe fëmijët e vegjël i përkëdhelin gjarprinjt e mëdhenj dhe rrinin me to dhe ato ishin pitona. Kështu që nuk lind, asnjë fëmijë nuk lind me frikë. Frika fillon edhe i shtohet rrugës. Ky është edhe mesazhi që nga ky testi, eksperimenti që ato kishin bërë me fëmijët, donin të jepnin te publiku që një fëmijë nuk lind me frikë, por e merr rrugës atë sepse fillon ja mbush mendjen vetes që un kam frikë nga kjo, un kam frikë nga kjo. Prandaj le ta mendojmë veten kështu pa frikë dhe jemi në rregull. Sa frika nuk i dihet si do vinë gjërat dhe kjo jetë është shumë e bukur për ta jetuar me frikë. Kështu që mirë thua ti, po. S'është aq lehtë, sidomos fobin, do kisha dash shumë qejf që ta heq atë, do kisha pas shumë dëshirë që ta heq fobin që e kam për gjarprin, sepse me të vërtetë edhe në rrugë kur shoh i kam tepër fobi, megjithatë po mundet, nëse e bind veten unë flas për këtë gjarprin, sepse për ato njerëzit nuk flas, ato i komplikë edhe vetë. Unë flas për këtë që nuk të bën gjë, ky është piton, ka fuqi shtrënguese, por jo që të shtrëngoj trupin e një njeriu edhe ta mbysi edhe të ndodhi hataja, jo. Kështu që këto quhen gjarprin dekorativ jashtë shtetit që njerëzit i mbajnë në shtëpi. Nuk ka hel, nuk të bën asnjë gjë, nuk është i dëmshëm. Pastaj se ti ke frikë nga kjo
gjëja këtu, është tjetër muhabet. Nëse nuk të duket dekorative, s'di çfarë të them. Por e bukur, dekorative deri në maksimum, por në momentin që fillon ta lëvizat kokën pak më tepër. Se është edhe pak si në gjumë tani, se këto nuk e kanë periudhë, se tash vjen kështu vetëm me gjuhën për jashtë. Do lëvizte edhe më shumë, po do ishte gjatë gjithë kohës duke eksploruar, apo? Po. Fiona, unë dua të të pyes pak regjia në ndërkohë nëse mundet edhe ato pamjet që i kishim, në fakt të vazhdojnë të jepin sigurisht, të të pyes pak edhe për performancën që e kishe në Grykën e Rrugovës. Një performancë që kur e kam parë, thash, çfarë bën kjo vajzë? Çfarë është duke bërë? Mbase do dalë sepse i kemi të kompletuara krejt këto, me dhëmb. Domethënë ka qenë hera e para aty që e ke bërë atë performancë me dhëmb? Si të lindi ideja që me dhëmb të kapesh? Në lartësi, si me lindi ideja, po, të thashën, unë po synoj gjëra të mëdhaja, të vështira, dhe ajo gjëja që unë dua të bëj, ka lidhje me këtë gjë nga dhëmbët, dhe duke qenë që unë në Kosovë kam patur një mbështetje shumë të madhe, dhe si që the dhe ti atë dashurinë e madhe që më në marrë vetëm në Kosovë, unë thash që do ta nis nga atje, nga Kosova, si që nisa dhe pjesën tjetër të performancave në lartësi, dhe pastaj patjetër do ta rikthej si performancë në Shqipëri. Në Gryk të Rrugovës unë kam qenë duke testuar veten me lartësinë, a do më ndikonte presioni i erës, po të kishte, më kupton si do ndihesha unë se është ndryshe në palestër dhe është shumë ndryshe kur je aty sipër. Është e gjitha kalon edhe në pjesën në anën psikologjike që ndoshta unë thjesht më kap një moment ajo frika dhe nuk dua ta bëj dhe doja të punoja me këtë pjesën e lartësisë dhe do kisha mundësi që të mbaja qëndrimin tim nga dhëmbët në një lartësi mbi 50 metra sa ishte. Por që e bëra, u bë direkt virale. Virale, ku mos bëje virale. Direkt edhe u knaqa, me thënë të drejtën, sepse është një nga disiplinat që dua më shumë. Kjo varja nga dhëmbët, njerëzit tani po çuditën, e kam sigur, po thonë kjo ka luajtur mend, s'ka ç'a bën, ka filluar varet nga dhëmbët, por që është një nga disiplinat më të vështira të paktën në artin e akrobacisë, dhe unë pranaj po e synoj kaq fort këta. E provove dhe shkoj çdo gjë si duhet, po mbasi kam thyer shumë dhëmb, po. E fiks, atë desha të pyes në fakt, sa të është dash të ushtrohesh, sepse edhe nofulla edhe dhëmbët mund të thyen edhe shumë. Kam bërë shumë stërvitje dhe e kam mësuar vetë. Në fakt, unë kam kontaktuar artistë huaj, se këto nuk është se bëjnë shumë jashtë shtetit. Kam kontaktuar ato të pak që e bëjnë, që të më ndihmojnë dhe t'ja blej materialin, çdo gjë dhe të kem gjën time. Dhe nuk më kanë kthyer përgjigje, as nuk kanë dashur të ma shesin si gjë. Dhe aty thash, au, kështu këtë, e si ja tregojnë se vetë. Dhe realisht, duke parë një video me slow motion të një artistit të huaj, arrita që t'i kap paka shumë se si është e formuar ajo gjëja që unë mbajt tek dhëmbët. Mund kem bërë, ku t'i gjonë sa t'atilla kam bërë që i kam hedhur dhe poshtë, nuk i kam përdorur sepse nuk po gjeja masën e dur të nofullës time. Edhe pastaj për ta mësuar të merr. Vështirësia më e madhe ka qenë momenti kur unë kam filluar të heq duart, që kam lënë komplet të gjithë peshën tek nofulla, tek dhëmbët, dhe pastaj e beson në fillim unë nuk rria dot as një sekond. Sa hiqa duart, vendosja këmbët në tokë direkt. Unë kur shoh veten time tani se unë jam kjo se s'ka mundësi. Si e ke bërë? Dhe e kam mësuar edhe vetë. Po ka lezet, sepse tani arrit ta menaxhoj siç duhet. Pra, kam forcuar muskujt e nofullës dhe jam me afshë ta realizoj atë gjë, por unë bëj shumë stërvitje sepse nëse unë e lë atë, muskujt e nofullës janë shumë të dobët dhe fillojnë të dobësohen nëse ti nuk e praktikon vazhdimisht. Dhe kjo është një nga arsyet pse unë dua të mbyll gjërat shumë shpejt, se ngela ke dentisti. Dentistit i ke hapur? Që të mbaj dhëmbët në Terezi, edhe është kostë shumë e madhe. Po, edhe ajo, tash përveç pjesës që duhet të menaxhosh edhe këto, duhet tash edhe për dhëmbët. Dentistën e kam shumë, realisht shumë të mirë, domethënë ka bërë një punë spektakolare me mua, sepse unë dhe i kam dëmtuar dhe nofullën dhe dhëmbët. Dhe ajo më ka thënë që pa merak, 2-3 javë dhe ti do vish përsëri në Terezi dhe ashtu ka qenë. Por që thjesht fillon të bëhet një moment e papërballueshme, pastaj edhe po rritemi. Kështu që ajo është, a ka dhimbje në momente që
E dikton edhe Shumë, dhimbjen. po, jam mësuar. Mua po mos më dhëmbi nuk e quaj, do thotë që kam qenë shumë e dobët në performancë. Pra duhet të ketë se s'bën performanca ime vështirësi dhe dhimbje, sepse në qoftë se nuk ka, atëherë nuk është bërë siç duhet, dhe unë kam qenë shumë e dobët në performancë. Kështu që ka dhimbje. Dhe varja nga dhëmbët, dhe varja nga flokët, që më bëhet koka gunga, ka dhimbje, por kalojnë në skenë. Thjesht pastaj kur shkoj flej gjumë te krevati me servis. Pastaj sa kohë duhet ta marrësh veten pas këtyre performancave kaq të mëdha? 3-4 ditë po. Kam ato dhimbjet në qafës, dhimbjen e trupit, se futen të gjithë muskujt në funksion për të bërë këtë varje nga flokët dhe varje nga dhëmbët. Edhe donja 3-4 ditë të mira i do, pastaj do bësh fizioterapi dhe këto, për në fund prap them që ja vlen sakrifica. Ja vlen sakrifica. Po njerëzit po pse i bën, se më thon për kur ka dhimbje pse i bën. Që temon. Kështu çdo sport ka dhimbje. Mos e pyetni më pse i bën, sepse e tha edhe vet, po mos ke dhimbje nuk bëj gjë, domethënë. Nuk e bëj, jo, po as nuk dal dot ashtu, çka të tallesh me publikun, ose unë për këtë gjë kam dashur pra që të njihem, se ke mundësi, sidomos tani në Shqipëri, e merr emrin si të duash ti dhe direkt, nuk ngelet njëri pa u bërë i famshëm. Edhe unë gjithmonë kam dashur të eci tek pjesa e sportit dhe realisht nuk e quaj veten time as të famshme. Unë thjesht jam një sportiste që bëj ëndrrën time, që çoj synimet e mia deri në fund dhe pastaj se më ka ecur për pjesën e vështirësisë që unë kam mundësi të tregoj historinë time, është tjetër gjë. Po nuk do doja të njehesha për diçka tjetër dhe duke qenë që mua publiku më ka parë gjithmonë me performanca të vështira, tani të më shohë të ura bashkës 150 metra ose varur nga dhëmbët në 52 metra, 50 metra te Gryka Rugovës dhe pastaj të shkoj të varem 5 metra sikur shkon. Ti shkon lart e më lart, domethënë nuk ndalon gjithmonë lart e më lart, ose nëse nuk ke më çfarë do bësh? Mbyllë më vajzë me kokën lart. Po. Mbyllë dhe thjesht largohu dhe mos e bëj më pra që të bësh e rëndomt tek publiku vetëm për të kapur po them klikime apo për të mbajtur atë vendin që duhet të mbash, kur thjesht nuk je më jaft, liro rrugën dhe dalim për tjerë mbas teje. Ti me sa duket ke gjithmonë çfarë të bësh dhe me siguri që i ke ato ideat. Po si të vinë ato ideat, për shembull kur e mendon, a sheh edhe ato jashtë çfarë bëjnë ose vetëm e sheh ndonjëherë edhe ndonjë vend, kështu e sheh këtu mund të bëjnë ndonjë performancë. Për këtë që po bëj tani, as nuk e kam parë. Nuk e kam parë jashtë. Domethënë, si ta shpjegoj, është një nga gjërat që nuk është bërë. Dhe prandaj po e synoj kaq fort. I të thash, i doj vetë të gjitha, pa tjetër nga jashtetit dhe frymëzohemi dhe nuk ka asgjë për turp. Por unë dua që të ruaj atë autenticitetin tim. Ajo është edhe në fakt po. Iku edhe ajo kur flasim. Po më thonë në fakt po më bëjnë edhe në shenjë nga regjia që duhet ta mbyllish emisionin, po thonë ta mbyllish me gjarprin aty të jem edhe unë të jem aty. Më ka frika se. Hajde po e mbyllim. Në fakt, Fiona, jemi nga fundi dhe unë të falenderoj shumë. Ja, vendose dorën këtu. Se nuk e dija do mundem të flas, mund të vazhdoj të flas në fakt. Mbaj gjarprin dhe në rregull. Po. Shive të shkon. Po. Bëta ta vë të qafa. Jo, të qafa, jo. Do qash lezet, ma të problem mirë. Jo, të qafa, jo. Jo, më mirë kaq. Për mua, në fakt, për mua kjo është shumë. Se unë të mbaj shisa qitë të rrinë. Shumë mirë. Deri tash duke jo. Besoj që dukem në fytyrë se si ndjehem, nuk e dija reflekton, megjithatë jo. Nuk e mendoja që jem kaq e qetë. E rrinë edhe shumë qetë, tash nuk e dija më pëlqeu apo çfarë. Thotë që të kam shumë gjafa, më vendos tek qafa. Te qafa s'di ai kisha mund ta vendoj. Do ta provosh një herë. Hajde. Ama tani në flisni për guximin gjithë emisionit, na del gazetare ajo e guximshme. Hajde po e provojmë. Bravo! Ama ti qëndro afër? Ja, e këtu jam, mos e vetë më ndë. Hajde. Ja. Ja, pra, edhe këtë e provova, edhe këtë e bëra që nuk e kisha menduar asnjëherë që do e bëj. Në fakt, unë e dridhem tash në këto momente. Po, që e provova? Ja dola. Ja dola. Fiona, faleminderit shumë. Nuk të shtrëngon. Po, jo, nuk më shtrëngon, është shumë në rregull, Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Mund ta marrësh tash se kam shumë gjan, unë po e lë edhe gjarprin këtu me ty. Jo. Mbyllën emisionin, i ka pa që. Si jam duke lëvizur unë? Fiona!
Po më la. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim. Unë e falenderoj shumë edhe një herë Fionën, Beta në fakt edhe me Gjarpin nuk di si të lëviz, si të vazhdoj. Megjithatë, këtu e mbyllim këtë emision. Falenderoj Aria Fashion, të cilët janë kujdesur për mua. Nuk di mund të them fjalë të tjera sepse kam shumë frikë po emocione në këto momente. Megjithatë e mbyllim. Ju nesër do të shiheni së bashku me kolegen Flora Shabani. Bashkë me rupafshim.